Ishte njëri që lante xhenazet, përgatiste xhenazet. Më marrin telefon, thot, gjatë natës, 3 djem, prej djemve më të zgjedhur në lagje. Prej djemve, thot, më të mirë në lagje. Kjo ka ndodhur në një vend islam, kjo ngjarje. Thot, kishin bërë një aksident dhe më thirrën pra që përgatisja xhenazën. Kur shkojmë, thot, tek vendi pra ku do të laheshin xhenazet, kishte ndodhur një problem pra për sa i përket dritave. Dhe vendi nxehtë, dikush prej atyre tha, shiko, ta afroj njërin prej makinave, pra deri tek dera, që të bënte të linim dritat nez, tha. Dhe kështu pra të përgatisnim xhenazën gjatë natës. Thot, subhanallah, filluam të lanim xhenazën e parë. Thot, duke fytyra e tij pra sikur shndriste. Përfundum atë, thot, filluam të dytën pak më shumë shndriste. Kur po lanim të tretën, ky ishte më i zgjedhur, i thot, djalë më të mirë, pra ishte shumë djalë i mirë. Pra njeri që i përkushtohej namazit, njeri adhurues i madh i Allahut të lartësuar, njeri i sjellshëm me tjerët, pra nuk gjoje për ti një fjalë të keqe, nuk gjoje për të një fjalë të keqe. Thot, kur nisëm të lanim këtë të tretin, njëri prej të pranishmëve, pra aq shumë shndriste, thot, fytyra e tij, saqë njëri prej të pranishmëve tha sikur ta fikim atë dritën e makinës, pra subhanallahu. Vlla dhe motër, mendoj që duhet të punojmë shumë për botën tjetër. Dhe ne jemi në një muaj ku me të vërtet punët tek Allahu i lartësuar shpërblehen pra deri në 700 fish, përveç agjerimit. Pra ajo është për mua, thot Zoti i gjithësisë, dhe unë shpërblej për to. Le të synojmë që në këtë muaj ky agjerimi ynë të jetë në atë formën më të mirë, në atë formën më të përsosur, që veprat e mira të cilat i bëjmë këtë dynja, ditën e gjykimit, atë ditë kur të shikosh besimtarët dhe besimtaret, drita e tyre pra para tyre, në të djathën e tyre, dhe u thuhet atyre lajmi mirë për ju, xhenete, në të cilat rrjedhin pra lumej të përhershëm në to. Kjo është fitoria e madhe. Shumë njerëz sot garojnë ndoshta e fitova, thot, një biznes, fitova kaq para, fitova kaq famë, thot, fitova kaq pushtet, bora këto, kaq vite pushtet, kaq mira miliona fanca. Gjitha këto janë këtë dynja. Dritë në botën tjetër është adhurimi i Allahut të lartësuar, është ai namaz që ti fal. Çfarë thot profeti alayhis salam, përgëzoi ata të cilët ecin në errësirë për në xhami, pra shkojnë falin sabahun, i kushton rëndësi djali i ri, mos më shku për sabah. Djali i ri mos më shku me fal namaz në yatsis, çfarë pret? Me dritë të plotë, thot, përgëzoj ata pra që ecin në errësirë për në xhami. Me dritë të plotë ditën e gjykimit. A do këtë dritë? A do të ndriçohesh ditën e gjykimit? Atëherë, kushtoj rëndësi namazit. E lut Allahun e lartësuar të na bëjë prej atyre që i kushtojnë rëndësi adhurimit të Zotit gjithësisë. I kushtojnë rëndësi punëve të mira. Allahu i shpërbleft. Amin.